Kiara Tito duket se po kalon një periudhë të qetë dhe të lumtur në jetën e saj. Moderatorja është aktive në rrjetet sociale ku ndan shpesh momente nga përditshmëria e saj. Në fotografitë dhe videot që publikon në Instagram ajo shfaqet e buzëqeshur dhe tepër e relaksuar. Kohët e fundit Kiara ka ndarë dhe disa momente të ëmbla me të bijën. Moderatorja është e martuar me këngëtarin Luizelli dhe duket se po shijon jetën familjare në maksimum. Postimet e fundit tregon një Kiarë të qetë të përkushtuar ndaj familjes, por me postimet e fundit ajo shkrije urrjetin ku dukej me vajzën e saj. Në një nga fotot, shihet Luna derisa po i dhuron një puthje në faqe mami Kiarës. Kjo puthje e vajzës saj do të mbahet mend nga Kiara për të gjithë jetën. Kujtojmë që Kiara po e rrit me shumë dashuri vajzën përkundër angazhimeve të mëdha në ekran, si ajo, po ashtu dhe Luizelli. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.